Tani, pa dyshim, por vetë se edhe këtu duhet dallojmë një diskutim racist që bëjnë shqiptarët, që kanë koncept racist që kanë shqiptarët për kulturën, për njeriu. Njeriu, për mendimin tim, është produkti kulturës, nuk është produkti genit dhe i racës, do më thënë i asaj se. Pra, një njeri, se ne marrim dhe Ferid që ka bërë Viagrën, Muratin, a i rritur në Turqi, ka kulturë amerikane, ka marrë çmimin Nobel, ne themi është shqiptar, a thua se ai e mori çmimin Nobel se e ka genin shqiptar. Ai e mori çmimin Nobel sepse ai është produkti i një kulture e cila e bëri mundësisht që të marrë çmimin Nobel. Dhe Nën Tereza është një formim i njeriu në një kulturë krejtësisht tjetër, kupto? Dhe nuk ka të bëjë fare me genin e Nën Terezës, fakti që ajo është aq e famshme. Dhe një filozofie që është më përpoqshme se është katolike. Me këtë ne mund të provojmë fare mirë që njeriu, domethënë shqiptari, nuk është se është një qenie inferiore, si mund të shikojnë racistët e tjerë. Dhe kjo mund të jetë pozitive, për thënë ja shiko se kemi dhe njerëz të njohur. Pra, nuk jemi ata kriminalë dhe banditët që njihen nëpër botë. Por kjo nuk do të thotë fare që ne duhet krenohemi sepse nuk e kanë nxjerr kultura jonë Nën Terezën. A e vërtetë është që siç tha dhe Tefta nuk fliste as shqip, është formuar në tjetër botë, në tjetër kulturë dhe ajo botë duhet mburret që e kanë nxjerr. Në fakt unë kam edhe si dëshmi, nëse do të mundej ta fokusonim në kamera. Po. Është kjo. Kjo foto është intervista e parë Nën Terezës. Dukeni që jeni veshur shumë mirë atëre dhe Nën Tereza me sandalle. Më ka ardhur vërtet turp. Nga thjeshtësia e madhe e saj. Zoti Zhej, duhet mburret apo jo Shqipëria për Nën Terezën? Duke ndjekur dhe diskutimin e zotit Lubonja. Në fillim flisni kur e keni dëgjuar? Në atë parë, unë e kam dëgjuar Nën Terezën kur ka ardhur për të parë në Shqipëri dhe më përpara. Jo më përpara, po edhe më përpara? Edhe më përpara. Edhe më përpara, bile kam patur disa miq të cilët përfitonin disa ndihma, ai ka përdhe ndihma në Shqipëri, përmes Kuqit Kuq. Dhe kam patur për koincidencë disa njerëz të afërt, të njohur, të cilët kishin një farefis Nën Terezës, të njohur. Dhe gjë e bukur e veçantë Nën Terezës është që nuk e harroi asnjëherë farefisin. Dhe kuptimi, si thua, ka bërë për gjithë botën, për Indinë, por prapë dhe atë lidhjen direkte familjare ka bekenisur shumë dhe ka me 10 letra që ka kërkuar që nëna saj të shkonte në Itali për të kuruar, apo diku tjetër për shteti në asaj kohë nuk e la. Në fakt, gjithmonë unë kam pas mundësi të shikonim televizion dhe huaj, lexonim gjëra të tjera. U mërzitëm shumë 89-ën kur e orientuan apo e keq orientuan dhe vuri lulet aty ku nuk duhej, përpara se të vinte në një tempull tjetër. Në të Varja e Mberogjës, më thënë ka qenë një depresion shumë i madh. Megjithatë, kjo se ka lëkundur asnjëherë perceptimin tim në të jashtëzakonshëm për Nën Terezën dhe unë e kam takuar Nën Terezën në 91-shin në Romë. Po. Ka qenë ajo çdo vit bënte një lloj pelegrinazhi në Shqipëri, nuk vinte. Një miku im asaj kohe, një zotëri quhet Alberta Kshia, që s'e keni dëgjuar, ka qenë një katolik aktiv, ishte shumë afër Vatikanit dhe ky dom Gjergje që pas në atë kronikën që dha t'ju, thamë shkojmë, tha se ne një komplet shqiptarës të përcjellim Nën Terezën që përshkon në Shqipëri. Aty ka qenë një nga episodët më të bukura të jetës time, ja ta them unë. Papa i ka dhënë urdhët Nën Terezës në Rom, shumë pak, për koincidencë, shumë pak larg pjacës Shqipëria, pjaca Albanias, një seli bamirësie shumë të madhe. Kjo selia e bamirësisë është ndarë në 3 korpuse. Një korpus ku vinë njerëzit që s'kan ku të flenë atje, një mens që në atë kohë duhet të qenë mbushur me shqiptar. Kishte edhe shqiptar, të cilët përfitonin më shumë se tjerë sepse ishin Nën Terezës, edhe Nën Tereza ishte shqiptare. Jam dakord me atë që thotë në një kuptimin, ai lloj shfrytëzimi. Po nëse, do të thënë lufta midis të varfërës, lufta me trishtuar, kështu mos merrem me këtë lloj lufte. Dhe kishte një kishë të vogël, e cila ishte në krahun e majt, po themi, po t'jesh me kuris nga Koloseus, shumë afër Koloseut, dhe në atë kishë ishin qelat apo ato dhomëzat kur rinin murgeshat më të afërtat Nën Terezës. Tani, aty kishte një si koridor, i cili kishte një kaldrëm,
që ngjante rrugëve të ngushta, po themi të Beradit apo të Kryes, dhe këto dhomëzat ishin në 2 krahët. Është shumë moment. Dhe rituali ishte ky që përpara se të nisej Nën Tereza për një udhtim, qoftë në Indi, po qoftë në Shqipëri në këtë rast, gjithë murgeshat uleshin në gjunjë mbas saj, dhe vetëm kjo rinte në këmbë, pastaj uli dhe kjo dhe këndoni një këngë të magjishme për mendimin tim, të përcjellë, kishin një këngë të tyre, një lloj lutje me sa zëra shumë të pastër, dhe i uron Nën Terezës, si thua, që të kishte jetë, të kishte mundësi dhe të kishte hirin e Zotit për ta kryer të mision. Ai ka qenë një nga gjërat më suggestive të jetës time, sepse çdo gjë rreth rrotull ishte keq, ishte varfër. Don qëllimisht e varfër. Qershori 91-shit. Ndoshta, nuk e di datën me saktësi, por kishte një lloj pasurie ngjyrash në eter. Ndoshta unë suggestionova, me thënë drejtën, ndoshta është edhe predispozita ime suggestive, dhe aty kam parë për të parë dhe u afrova, domethënë, i fola shqip nuk di dhe nuk ka ditur asnjëherë, kam përshtypjen. Ai puthëm dorën, na shpërndau. Ndoshta është larguar shumë e vogël, e ka haruar. Domethënë dhe se thuaç patëm një përshtypje, i ngjante edhe shumë gjyshes time që më kishte marrë malli mua. Dhe patëm një përshtypje që si është e mundur që po themi se nuk është e bukur Nën Tereza, kupton? Do Zoti nuk i ka dhënë një lloj bukurie të jashtme, po më duk shumë rezaton dhe diçka specifike jashtëzakonisht madhe. Domethënë unë e besova të gjë tek ajo. Sepse gjithë ajo çka kishte bërë Nën Tereza deri atëherë kam përshtypjen se edhe komunikonte, janë disa lloj njerëzish, se patën dhe jo më larg se mbrëm një debat me sa skeptik, dhe shikon pse i përjashtoni mundësinë e një mediumi, i cili ajo kishte rrezatim vëlla. Domethënë unë ndjeva një lloj rrezatimi në kontakt me atë. O ishte predispozita ime, o ishte një suggestion imi, nuk e di, po ajo kishte një aftësi që transmetonte diçka që njëri normal nuk e transmeton, për mendimin tim. Pastaj pyetjes tënde direkte po i përgjigjem në moment tjetër se do të shëmbë shumë fjalë. Po, që mos të shpërndajmë. Dom Gjergji, a jeni kur e keni njohur për herë të parë ose kur keni dëgjuar për herë të parë për Nën Terezën? Unë nuk e kam njohur personalisht dhe për këtë më vjen keq. Vetëm diçka, t'ju ndërpres fjalën minut me që zoti Zheji ma kujtoi, në ardhjen në Shqipërinë qershor 91-shit Nën Tereza ka qenë në të njëjtin avion me mua dhe mbaj mend që na mblodhi dhe ushqimet e avionit në një qese plastike që t'ia jepte të varfërve në Shqipëri. Me gjithë dhimbjen që unë kisha se të merrja ushqimin në atë kohë ishte shumë i shenjtë për ne, në 91-shin po. Unë nuk e kam njohur, në fakt personalisht në ato vite kur ajo ka ardhur në Shqipëri, unë kam qenë pak më pak si një adoleshent, themi kështu, edhe thjesht kam dëgjova për të si gjithë shqiptarët, pastaj në atë kohë gjithmonë, jo më përpara. Në atë kohë jo më përpara, jo, nuk isha dëgjuar. Pastaj kur fillova studimet për të bërë prift, hyra më në kontakt me për shpirtrinë e Nën Terezës, njoha në bari kur isha në Itali motrat e Nën Terezës, të cilat kishin një mens për të varfrit, aty shkonin edhe shumë shqiptarë, kështu që unë shkoja të ndihmoja si vullnetar. Nga njerëz aty njoha për shpirtrinë e saj dhe pastaj gjatë studimeve, se dal nga dal hyri edhe në temat e doktoraturës, në teologji, në përshpirtri, në shumë gjëra aty, pastaj e njoha pak në mënyrë më komplekse dhe më të thellë për shpirtrinë e Nën Terezës dhe gjithë veprimtarinë e saj. Por personalisht s'kam pasur fat. A jeni dakord me tezën e zotit Lubonja që shqiptarët pranojnë Nën Terezën si një mit aq më tepër prej famës si ka, po jo filozofinë e saj? Këtu faktikisht kjo është një pyetje pak sa e kompleksuar sepse unë i njoh domethënë teoritë e zotit Lubonja, ato që përmendi është edhe një artikull te Korrieri para disa kohësh, dhe është pak kjo shkolla e demitizimit të çdo lloj figure, duke nisur nga Skënderbeu edhe tek Nën Tereza, pra janë gjëra që unë i kam dëgjuar që ripërsëriten her pas here. Po këtu nuk flitet për demitizim, kam përshtypjen flitet për pranimin e Nën Terezës që nuk thuhet. Pikërisht pra, domethënë ka një aspekt që ndoshta ne shqiptarët e kemi, duke qenë popull i vogël, kemi figurat mëdhaja. Ne apo gjithë popujt e vegjël? Ndoshta gjithë popujt e vegjël, por nga ana tjetër është e vërtetë që këto persona kanë diçka brenda tyre me të cilën ne mund të krenohemi. Për shembull, italianët nuk lënë rast pa përmendur thonë që ne kemi Dante Alighieri. Kështu spanjollët me Cervantesin apo figura tjera. Edhe në Shqipëri nuk jetohet vetëm, do thoja vetëm miti Nën Terezës,
por jetohet edhe Filozofia. Unë do thojë më shumë për shpirtëria, sepse termi filozofia është pak i komplikuar të përdoret në këtë rast. Për shpirtëria ose karizma e Nën Terezës. Për shembull, në Shqipëri ekzistojnë 6 shtëpia të motrave të Nën Terezës që vazhdojnë punën e saj këtu në Shqipëri. Dhe kjo është filozofia e Nën Terezës që jetohet konkretisht në Shqipëri. Këtu ka shumë realitete të tjera që janë të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort me motrat e Nën Terezës dhe që jetojnë filozofin, me qenë se duam përdorim këtë term që thash është pak e ndërlikuar të përdoret, pra karizmën për shpirtërinë e Nën Terezës. Pra, nuk mund themi që është vetëm një mit në Shqipëri, është një realitet në Shqipëri Nën Tereza. Kurse pastaj ajo pjesa e mitit, thash, është një përpjekje jona edhe për të identifikuar me kështu personat, që mendoj që në qoftë se nuk identifikohemi me persona si Nën Tereza, me këtë identifikohemi në një farë mënyre, sepse është pjesë e identitetit tonë, ajo është shqiptare, po. Atë nderuar, problemi është që të identifikohesh me Nën Terezën apo me të bësh sikur identifikohesh me Nën ta përdorësh. Se unë kështu e kuptova në botë. Normalisht, përdorimi i këtij miti, që unë jam dakord që është një mit, për të komercializuar, për politikë, për të bërë se unë flasë për të, po jam si të me që flasë për të, po pavarësisht se nuk bëj ato që bën të ajo. Kjo ka një lloj hipokrizie dhe nëse bëhet fjalë për këtë lloj hipokrizie, kjo është një hipokrizie e cila nuk na bën mirë, sepse kjo shkon konkretisht në kundërshtim me frymën e asaj gjëje që përfaqëson Nën Tereza. Apo. Zëdësime po. Shumë interesant fakti që ka një dallim të madh midis mënyrës se si Nën Tereza shikonte veten, në misionin e saj dhe këtë natyrisht ju jeni shumë afër se sa unë për ta njohur, dhe mënyrës se si e shikojmë ne ose se si përpiqemi ta përdorim në Nën Terezën. Është e qartë që nga një pikpamje thjesht e dokumentave, e letrave, e shtetësisë, e komësisë më tepër në këtë rast, në etnisë, në një formë formale fare, Nën Tereza është shqiptarja më e madhe që ne kemi mundur të eksportojmë jashtë. Nga ana tjetër ka diçka. Po të shikosh materialet, po të shikosh qëndrimin e saj e tjerë, nuk gjen tek... Është bërë vetë ajo. Dakor. Është bërë vetë, kemi eksportuar, edhe e kemi pranuar ku ndërkohë ishte krejtësisht e kompletuar. U tregova pak më i sjellshëm. Ne kemi mbyllur derën ja 30 vjet asaj. Patjetër, po ka një lloj 40 vjet. Ka një lloj dallimi mes të dy qëndrimeve. Nën Tereza ka dhe ato deklaratat e veta të famshme kur thotë me gjak jam shqiptar, me shtetësi indiane, por në fakt i përkas Zotit, i përkas besimit e tjerë. Kjo është referenca kryesore, dhe është kjo pjesa e fjalisë që vjen pas pjesës së por, e cila e saktëson të gjithën. Dhe në fakt, gjithë pjesa tjetër pastaj nuk ka një lloj rëndësie të madhe. Domthonjë, fakti që ajo ka qenë e interesuar, është kujdesur për nënën, për motrën e tjerë, nuk na provon në gjë të madhe për përkatësinë e saj. Është e qartë që shqiptare, po ta marrin nga një pamje formale. Problemi është që ne në fakt përpiqemi që ta përdorim Nën Terezën, dhe unë këtu jam shumë dakord me zotin Lubonja, përpiqemi që ta përdorim Nën Terezën për 100 arsye të ndryshme, për arsye politike, identitare, përfshirë për turistike, dhe në planat i gjatë. Jo, po pse duhet ta përdorim? Pse s'duhet ta përdorim? Pikërisht për faktin sepse Nën Tereza nuk, nëse unë jam i sigurt që po të ishte tani gjallë ta pyesnim se çfarë ndjen vetë, do të jepte të njëjtën përgjigje që ka dhënë. Nën Tereza nuk mendoj që jepte ndonjë lloj përparësie tek ato përkatësitë e veta të shtresëzuara të qenit shqiptar. Në radhë të parë mendon se i përkiste Zotit, misioni i saj ka qenë në një farë mënyrë të përmbushte vullnetin e Zotit, të cilit mendonte që i shërbente. Kjo ka qenë kryesorja. Në momentin që se këtë po thoshte kam përshtypjen se sepse ne kemi vënë sot emrin për shembull aeroportit Nën Tereza. Ne mund t'ja vëmë kemi vënë Stalin edhe nuk e di Marcel Kashem, pse mos ja vëmë Nën Terezës. Ky është një lloj përdorimi që i bëjmë ne. Kush është përdorim? Jo, më tepër. Jo, ka diçka. Po. Unë mendoj që ka diçka. Për shembull, debatet që ekzistojnë midis Shqipërisë dhe Maqedonisë janë komplet artificiale, komplet pa qëna. Vin nga bëshllëqet identitare, problemet që kemi me një